Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përgatisni këtë recetë dhe do t'jepni fund një herë mirë nervit sciatik dhe reumatizmës. Trupi i njeriut ka shumë nerva dhe më i gjati është nervi sciatik. Ky nerv shkon deri në pjesën e poshtme të këmbës dhe është përgjegjës për shumë lëvizje të mëdha dhe të vogla. Ky nerv është shumë i rëndësishëm për lëvizjen, prandaj është i rëndësishëm që të mbajmë të shëndetshëm dhe fleksibël gjatë gjithë kohës. Megjithatë, ky nerv mund të bëhet me të vërtetë i irrituar dhe të shkaktojë shumë dhimbje. Inflamacioni zakonisht pasohet nga ndjesia e djegjes, ndjesia e shpimit në shpinë dhe këmbët që kanë dhimbje të forta intensive. Por çfarë mjekët rekomandojnë zakonisht për trajtimin e dhimbjeve janë pilulat dhe ndonjëherë edhe kirurgjia. Por ju duhet të dini se dhimbjet e nervit sciatik mund të mbahen nën kontroll në mënyra të ndryshme natyrale me disa mjete që nuk do të shkaktojnë efekte anësore. Mënyra më e mirë për të mbajtur larg dhimbjet e nervit sciatik dhe në këmbë është kjo. Mjekimi antisciatik që po prezantojmë në këtë video është shumë i lehtë për të përgatitur dhe gjithashtu jep rezultate me të vërtetë të mira, citon dhe Elsajt. Përbërësit kryesor që duhet të përdorni janë qumshti dhe hudhra. Këto kanë veti antiinflamatore dhe do ju ndihmojnë në heqjen qafe të dhimbjeve të shpinës dhe atyre të këmbëve. Përbërësit që u duhen janë: një filxhan me qumësht orizi ose qumësht bajamesh, 5 telpi hudhër dhe mjaltë. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen. Së pari pastroni hudhrat dhe i vendosni në blender për të marrë një pure. Pastaj shtoni qumshtin dhe mjaltin dhe i përzjeni gjithçka së bashku. Ndani përzierjen në 2 pjesë dhe e konsumoni ato 2 herë gjatë ditës. Kjo përzierje ka shumë vitamina dhe minerale si vitamina A, B1, B2, B5 dhe C. Gjithashtu ka magnez, kalcium, zink, selen, bakër, protein, flavonoide, antioksidant dhe shumë enzima të tjera. Përveç se ju ndihmon me dhimbjet e nervit sciatik, gjithashtu do të forcojë sistemin imunitar dhe ju ndihmon kundër ftohjes, gripit, astmës, mëlçies dhe kolitit. Përbërja që pastron arteriet nga kolesteroli do të ndalojë gjithashtu edhe problemet kardiovaskulare. Përdoreni këtë recetë rregullisht dhe rezultatet do të jenë të dukshme në pak kohë. Gjithashtu është e rëndësishme të mos neglizhoni këshillat e mjekut nëse vuani nga këto shqetësime. Një prej mënyrave më të mira për të lehtësuar edhe problemet e nervit sciatik është qumshti. Qumshti i përzier me hudhra mund të përgatitet i freskët ose i gatuar. Ai mund të veprojë fort dhe shpejt edhe të zvogëlojë gjithashtu problemet e trupit. Hudhra në qumësht të ngrohtë do të ofrojë mrekulli të mira në lehtësimin e astmës, problemeve të zemrës, aritmisë e të tjera. Procedura e kësaj përgatitje dhe konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të kthehet në një aleat të fortë edhe për shqetësimin tuaj siç është nervi sciatik. Fillimi i vjeshtës është një nga periudhat kur nervi sciatik rikujtohet dhe sjell shumë dhimbje. Kjo shkaktohet me acarime ose shtypje të këtij nervi. Zakonisht ndikon vetëm një pjesë e trupit, por ka tendencë të shkaktojë dhimbje të ashpra. Dhimbjet zakonisht shtrihen nga pjesa e poshtme e shpinës në pjesën e pasme të kofshës dhe poshtë përmes këmbës. Mund të shoqërohet me simptoma si djegje ose ndjesi shpimi në këmbë. Dhimbja që shkakton vështirësi në këmbë ose ulje dhe mpirje poshtë këmbës së prekur. Dhe më pas ka mjaft trajtime farmaceutike për sciatikun. Ato mund të lehtësojnë vetëm përkohësisht dhimbjen. Plus, shumica e injeksioneve steroide mund të shkaktojnë efekte anësore serioze. Ju mund të përdorni disa mënyra natyrore për të zvogëluar presionin mbi nervat nervor të irrituar. Në shumicën e rasteve problemi kalon për 6 javë, citon Brightside. Në ndihmë mund t'ju vinë kompresat e nxehta ose të ftohta. Përdorimi i kompresave të nxehta ose të ftohta ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve. Trajtimi i nxehtësisë relakson muskujt e tensionuar dhe shtypjen e nervit sciatik. Vendosni një kompres të nxehtë ose të ftohtë në zonën e prekur për 15 deri në 20 minuta. Bëheni këtë çdo disa orë derisa të keni lehtësime. Mund të përdorni fasha të ftohta nëse keni probleme me qarkullimin e gjakut. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe shafrani indis. Shafrani indis është një tjetër mjet efektiv natyror për sciatikun.
Ai përmban një përbërje të quajtur kurkumin që ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të nervit dhe inflamacionit. Shtoni një lugë çaji shafrani ndije në një filxhan me qumësht. Ju gjithashtu mund të shtoni një shkop të vogël kanelle. Ëmbëlsojeni këtë pije të shëndetshme dhe mjalti i përzierë në të disa herë në ditë mund të sjellë përfitimet e duhura. Konsultohuni me mjekun tuaj fillimisht. Shafrani ndis mund të mos jetë i përshtatshëm për ata që marrin hollues të gjakut ose ilaçe diabetike. Ata që vuajnë nga gurët e tëmthit duhet që gjithashtu ta shmangin atë. Edhe speci djegës mund t'ju vijnë në ndihmë në këto raste. Këta element të speci djegës përbëjnë një element të quajtur kapsaicin që punon si një qetësues natyror për dhimbjet. Blini në farmaci një krem ose vaj që përmban 0.025% në 0.075% kapsaicin. Fërkoheni në zonën e prekur deri në 4 herë në ditë të paktën për një javë. Kremi kapsaicin ose vaji mund të shkaktojë një ndjesi djegje fillimisht, por mos e aplikoni në lëkurë të qarë dhe nëse keni alergji. Masazhoni zonën e prekur. Terapia e masazhimit lehtëson dhimbjet e nervit sciatik dhe ndihmon trupin të lehtësohet vetvetiu, veçanërisht nëse problemi shkaktohet nga një goditje muskulare. Masazhoni zonën e prekur me vajin e lule basanit 2 ose 3 herë në ditë derisa të merrni lehtësime. Lule basani ka veti antiinflamatore që lehtëson dhimbjet e nervit sciatik. Një tjetër mundësi është që të shtoni 3 lugë pluhur are moskat në një filxhan vaj susami. Vloni përzierjen për pak minuta, e lini të ftohet dhe më pas bëni masazh në zonën e prekur derisa të qetësohet. Bëheni këtë disa herë në ditë për disa javë me radhë. Edhe ushtrimet fizike janë një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar shqetësimet. Ushtrimet fizike të aktivitetit fizik janë të dobishme në trajtimin e sciatikut. Një ditë ose 2 pas acarimit të nervit sciatik, filloni një program të rregullt të stërvitjes për të forcuar muskujt e barkut dhe të shpinës. Konsultohuni me mjekun tuaj për të zbatuar programin e duhur të stërvitjes sipas rastit tuaj për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme. Nervi sciatik haset më tepër në moshën aktive të të rinj që punojnë në profesione që kërkojnë ngritjen e peshave të tilla si ndërtimi, ngarkim, shkarkimi, por edhe ata që bëjnë ecje të gjata në këmbë ose qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë. Kohët e fundit është të vënë re se një tendencë në rritje rasteve të personave që qëndrojnë për një kohë të gjatë në pozicionin pa lëvizur, siç mund të jetë puna para kompjuterit timonit të makinës ose makinës qepse për orë të tëra, mund të kene më shumë probleme në këtë drejtim. Preken më tepër meshkujt, megjithatë është rritur numri i femrave kryesisht e anvisat që bëjnë punën në ambientet e shtëpisë me ngritjen e peshave. Sëmundja manifestohet me dhimbje të forta në fund të kolonës lumbare, të cilat në pjesën më të madhe janë dhimbje të menjëhershme dhe i sëmuri ankohet shpesh se ka këputur mish. Shpeshherë, herët pas kësaj dhimbjes i referohet ngritjes së peshave jashtë forcës së tyre. Dhimbjet shfaqen në zonën mediale dhe prapen në pjesën e tuleve tuaja, në këmbë në pjesën e prapme dhe anash këmbës. Në shumicën e rasteve dhimbja është e fortë, ka karakter mekanik dhe kjo do të thotë se dhimbja acarohet. Për përmirësimin e dhimbjeve të nervit sciatik ekzistojnë receta dhe produkte të ndryshme që rekomandohet nga mjekët popullor. Një nga mënyrat më të suksesshme që ka dhënë rezultate në lehtësimin e dhimbjeve është bërja e masazheve me vaj dhe akull. Masazhet duhet të bëhen çdo ditë për 30 minuta çdo seancë. Çdo i sëmur që vuan nga nervi sciatik duhet t'i vazhdojë masazhet për 15 ditë. Për përmirësimin e dhimbjeve të nervit sciatik shërben edhe receta e përfituar nga përzierja e 100 gram iodi, 30 gram vaj gruri, 4 lugë gjedhe vaj ulliri, 40 tableta aspirin dhe një kuti rozmarin të njomur. Të gjitha këto përzierje së bashku në një enë lihen në qetësi për 5 orë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video ka për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.